Dhe kemi mbritur në rubrikën më të bukur, jemi në Vënçe. Por më e bukur se Vënçja janë lajmërimet që ne bëjmë. Pse i bëjmë këto lajmërime? Është që të përfitojnë njerëzit sa më shumë. Për shembull, kafja Nam Nam është një kafe fantastike. Bile sa kafes është Michel, është përzierje kafesh. Ne kemi në studio, e kemi aty, do t'i pyesim dhe të ftuarit tanë të mrekullueshëm pak më vonë nëse duan kafe. Por nëse nuk duan kafe, kemi eliksire. Pra Nam Nam dhe eliksiret janë në një vend. Po kemi edhe një njoftim tjetër, më të bukur. Ujla i Thiza, Ornela. Ujla i Thiza të pastron, të kullon, të lezeton. Po ku ka ujë më të mirë? Prandaj unë u rekomandoj të gjithëve, kam 10 vjet unë që e përdor pa ndërprerje. Tani në Vënçe, kthehemi pak në Vënçe. Ku do t'i futemi Vënçe? Ku do t'i futemi Vënçe? Do t'i futemi Vënçe patinave, patinatorve, patinave, shtetit, ligjit, gjithve. Është e zauruar kjo temë. Ç'a do bëjmë tjetër? Jo, atëre kjo temë është e zauruar, po rregullat për këtë temë. Po pra, sepse ç'a bën këta? Po i diskutojnë. I kapën, i mblodhën, sikur ç'a gjetën, e kupton, sikur i gjetën në përmullar, aty në rrugë ishin. Ne na iku goja mbrapa ne me Fatmirin. Sa emisione kemi bërë ne Fatmir. Pafund. Edhe tani s'ka. Mjeti pa zot than. Hajti mbledhim, hajti heqim qafe. Rregulla tani. Ç'a rregulla? Në studio, me të mrekullueshmi Fatmir Rasho, faleminderit që jeni mik e emisionit Barazi që nga viti Y. Faleminderit juve. Eksperti i kësaj pune, edhe njëna persona që ka folë më shumë, por nuk është se ka thënë që t'i iqen, po ka thënë që të vjen me kujdes. Pa i do i thot vetë mendimet e tij, kështu që unë nuk ndëry. I kthehet. Në miq më të dashur të studios Bardhazi, Gerard Baka, ai s'ka nguruar kur ta thot mendimin e tij në kulmin e debateve Bardhazisë, siç e dini, emisioni Bardhazi nuk është për vogëlusha, është emision luftarak. Dhe Gerardi gjithmonë ka qenë në këtë emision, faleminderit. Dhe sërish do të vazhdoj të jem luftarak. Po, vazhdon të jesh luftarak, po e pam. Vjen për herë të parë në studion ton Gentian Sejrani, ai është jurist, është aktivist shoqëror. Unë e kam shumë qejf që të rinjt që duan që t'japin më shumë atë të vinë të promovohen dhe të jenë në studion Bardhazi. Kjo studio ka qenë e hapur gjithmonë. Dhe nuk mungon në studion Bardhazi ajo torta me gjithë qershin bashkë. Arviz Vjerdha, mikun e dashur, ai ka një defekt të vetëm që po erdhi një gjë për të thënë do e thot vlla, edhe sikur të ketë një mal sa i dajtit apo Tarabosh quhet ai? Po, sa i Taraboshit. Tani, kur na u bën këto monopatinat armike se deri dje shikonim të madh, të vogël, po i kishte bashkia, debutet, ministra, kishte ministra apo jo, kishte kryetar bashkie. Po flas vetëm se kam pas eksperienca të hidhura me këto monopatinat me fjalë dhe është ba zakon me fjalë partitë politike nuk njeriu i gjejnë një punë. Nuk i gjejnë punës njeriu. Dhe kjo ndodh kur vin këto që s'dinë se çfarë më bë dhe thot po bëj një revolucion, po mbledh i thot monopatinat, a kupton? Jo, dëgjoj, që ishte që ishte lëvizje me vend dhe u bë pak e vonuar se ata të Prit minutë, lëvizje me vend. Tani ka njerëz të mosh time tanë zotërisë që shkojnë punë me monopatin. Ajo është lëvizje totalisht pa vend. Po çfarë shkonin më përpara Arbis? Po me bicikleta kanë shkuar shkretit. Po ti me bicikleta so Arbis është më healthy. Problemi janë kalamajt, nuk janë të rriturit faktikisht. Kalamajt bajnë gjoja dhe si amerikan, vajnë edhe kufjet, nuk i din rregullat e rrugës, dhe ecin me monopatin, të futen në goma, ti shkon në burg, ai kjo është e vërtetë. Por unë nuk kam mundësi ta blej një motor në një makinë, kupton? Ose e kam makinën, po nuk më del që ta mbaj makinën, unë shkoj me monopatin dhe shkoj shumë rreth. Dashur, ato janë bërë, e di pse i ka bërë Kina ato për të lëvizur brenda magazinave. Po Kina ti kin blej për si shkon merre dhe del në mes të rrugës ti tani. Por tani unë tani e kam shpinë. Kemi më një debati që për mendimin tim është errur. Problemi personal. Unë kam shpinë në te komuna Parisit. Ajo do ta kisha punën këtu ke ju. Vjet dot me bicikletë dhe shkohet ditë për ditë. Jo, me monopatinë ke makullaj. Nësa kalamani jo, kalamani do futet në gomë, se nuk i din rregullat e qarkullimit rrugor. Pra ti edhe pro dhe jo. Jo, nuk jam edhe pro dhe jo, vetëm për kalamajt i kisha zhduk totalisht. Atëre jo. Atëre. Asha, po. Ta ndihmoj pak? Po patjetër. Po. Unë jam ndoshta personi i vetëm që para 2 vjetëve kam luftuar fort që të ndalohesh një ditë bile në këtë lloj forme. Pra siç u ndaluan menjëherë të mos qarkulloj. Se për të rriturit. Absolutisht. Kam 2 vjet. Se për të rriturit tani? Një minutë, të lutem. Të mbaroj logjikën pse. Pse kam qenë unë? Duke qenë se jam marrë me aksidentet rrugore që nga viti 2000 dhe si ekspert dhe për sigurinë rrugore, nga viti 2021 që këto filluan të hynin në qarkullimin ton, në kohën e të famshme të pandemi, që filluan të ndihmonin pak lëvizjen, sepse ishin ca mjete të cilat të vogla, të padukshme, dhe nga që makinat u ndaluan etj. Filluan nga 2021-shi ajo
fillestarja, dhe deri më sot ishin bërë një problem të cilin nuk ishte drejtues mjeti, nuk ishte këmbësor në trotuar, nuk ishte policë rrugor që nuk kontaktonte minimalisht 30 dhe 50 raste në ditë. Ta mbaroj. Po? Vendosim një rregull tu në emision? Që? Heqim pak telefonat, se ka rregull kë emision. Ashtu. Vetëm unë kam të drejta mbaj dhe policia. Okej. Jo. Unë kam madhë se kam madhë. Jo. Nuk ka problem. Pra, ideja ishte, dhe unë kur ndërhyra pikërisht sepse u bën shumë të rrezikshëm. Pasi, nuk njihnin asnjë lloj rregullit qarkullimit rrugor. Estin ku të kishin qejf, dhe mbi të gjitha, dua ta mbështes zotrin tek ajo pjesa e fëmijëve. Para 3 ditësh, kur dëgjova që do bëhesh një protest, me Demek, para policisë për këtë ndërhyrje, unë i thash, ju lutem, mos haroni të meni fëmijët me vete, ata që bëni spektakl me monopatina. Tani, Gerardi, Seriani pasaj. Thjesht për ndërhyrje, vendosë rregullin, do heqim telefonat, nuk bllokove telefonat. Vendosë rregullin, po nuk bllokove telefonat. Dhe qytetarët janë të gatshëm. Kastile e bëra për ta provokuar. Nuk e Kastile. Vendoset po ja të gjithë në rënd dakord. I futëm telefonat në përgjepa se u vendos një rregull. Po ama nëse do kisha ardhur na kisha marrë telefonin, unë do reagoja. Me çdo drejt me merr telefonin, te kjo një rregull. Shumë drejt. Te kjo janë 100% me ju. Plotësisht me ju. Pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Cili ishte rregulli që u shkel nga qytetarët? Ta nisim nga zana filla. Po leta shi se s'do shterim një debat që e kanë bërë... Jo, nga e hëna flas, zana fillet të hënës. Jo, më përpara e kemi ezauruar, janë dhënë ato verdiktet e eksperte. Pra, pro, kundra, jemi qa do bëhet dhe si do bëhet. Pjesa e nisim nga e hëna. Jepet një urdhër i drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Ka qenë ditë diele konsultimi dhe urdhri ka dalë ditë të hëna. Dhe, arsyeja, siguria rrugore, siguria e qytetarëve. Dhe lidhur me këtë siguri, merret vendimi që të pezullohet për një periudhë të pacaktuar lëvizja një kategorie mjetësh në rrugë. Është atributi policisë së shtetit, atributi i endit pronar të rrugës që për një arsye madhore të bëj ndalim, pezullim dhe mos lejim të lëvizjes të një kategorie, të disa kategorive, mjetësh, personash, apo për arsye të ndryshme për çështje sigurie. Okej, i teket ministrit nuk do lëvizin ato që janë me karrige me rrota. Dhe... Njerëzit me kapele. Ose po. Jo, nuk me kapele nuk do lëvizin sepse janë... Tani, në rast se ka sinjalizim, më falë. Të normativën, në rast se ka sinjalizim nga instancat ligjzbatuse. 991 aksidente të regjistruara, vetëm me monopatin. Nuk është normale. Jemi dakord, pra, nuk po themi që nuk duam sigurinë rrugore. Nuk po themi duam sigurinë rrugore, sigurinë e jetës, sigurinë e pronës nga policia e shtetit, se për këtë punë janë institucionet. Por ama ka një legjislacion, ka ca rregulla, ka ca ligje që duhet të respektohen. Për aq kohë sa ne kemi një ligj që del urdhër, se është urdhër i drejtorit përgjithshëm policisë shtetit. Ka dalë udhëzimi, është edhe në fetore zyrtare, po ka udhëzim. Cili udhëzim? Ka udhëzim. Cili është udhëzimi? Është udhëzimi, ma lejoni të hap celularin. Po ma tjetër, për udhëzimi po. Ta shkelim rregullin vetëm ta hapësh celularin. Do të diskutohet me grupet e interesit. Po pyes sepse edhe vetë urdhri nuk bazohet në asnjë udhëzim. E ke udhëzimin e nderuar. Mos përhapni kot disinformacion se mirë është i themi gjërat siç janë. Tani hajde diskutojmë. Nëse do të referohemi urdhrit të drejtorit policisë shtetit, bazohet në ligjin për policinë e shtetit që tregon thjesht detyrat funksionale të drejtorit policisë shtetit, është i bazuar në kodin rrugor i cili nuk e ka të përcaktuar në mënyrë të detajuar se si është rregulloria për funksionimet Kemi ta diskutojmë. Po, dhe treta është e bazuar në VKM numri 153 të vitit 2000 që përcakton disa rregulla të funksionimit të këtij. Edhe një herë sa ma thati dikush tjetër, është VKM e vitit 153 e vitit 74 i 2000 dhe kemi her pas here e ndryshuar e azhornuar. E fundit është në vitin 2021 që ka futur termin patina. Jo, këtë 2024 dhe monopatina. Është tek mjetet me pedale në nenin 52 me disa. Tek VKM-ja është në nenin 324.
E lëm VKM-n. Po flasim VKM-n, sepse aty po bazohet. Mjetet me pedale. Komplet procedura që po ndigjen nga policia e shtetit, është e bazuar në VKM numri 153. Jo vetëm ajo. Ke nenin 10, 11, nenin Ua, të mërsh me radhët si shkollë juridike. Ligji 82-2024, ke ligjin administrativ, ke nenin 201, ke 102, ke nenet e kodit rrugor. Nuk po e kundërshton atë. Puna është pse e bëni kështu. Në keq interpretim, pra do me thënë, flasim, ja të ju asjaroj unë, cili është keq interpretimi, flasim që pse u blok, tani diskutimi duhet bërë, a u bëm mirë që u ndalua në rast parë, që është marrë ky vendim, që t'i heqim nga rruga për momentin, gjë e parë. Ajde diskutojmë a është gjë pozitive apo gjë negative. A ka dhënë efekt apo jo? Po do më pyetësh si specialist i qarkullimit rrugor ditë të them. Nga dita që është marrë vendimi që do ndalohet përkohësisht pezullimi dhe qarkullimi i kësaj kategorie, në rrugët e kryeqytetit dhe në rrugët e Shqipërisë nuk kemi asnjë ngjarje rrugore.